Ore se kishim sa kohë dhe kishim rënë në qetësi, pa ja parë surratin kësaj Belinda Ballukut, Bela Mafjes. Kësaj që e keni parë filmin Bela Mafja, janë ca gra të ëmbla, të bukura, elegante që të hedhin elmin në ëmbëlsirë dhe të mbysin natën në gjumë me jastëk. Ashtu është dhe Belinda, Bela Mafja. Por kishim rënë në qetësi dhe si ishte dukur më për ca kohë, mbasi kishte vite që e inspekton. Por doli tani për përmbytje. Dëgjoj. Doli Balluku bëri thirrje banorëve të bashkëpunojnë me autoritetet. U preokupua Balluku me 300 ca apartamente dhe miliona euro që ka vjedhur për fatin e atyre allegjinëve që janë në Vosel apo në qarkun e Fierit. Po shiqyr që pritse se dëgjoj dot se kur të futet në burg kjo do propozoj që të shpallet fest kombëtare për Shqipërinë. Femra më e urryer që ka njohur historia e Shqipërisë, që në të gjitha kohrat, në 2000 ca vjet, nga Dodonët, nga Pellazgët, nga Ilirët, nga periudha e perandorisë osmane, nga komunizmi, kjo ja merr dhe në Xhmia Hoxhës për urrëtitjen popullore, kjo femër maskaresh e cila vazhdon dhe ka surrat të dalë para shqiptarëve akoma me gjithë ato që përfliten dhe me gjithë ato akuza, e mbrojtur nga kryeministri Edi Rama se ja ka futur, ja ka mbledhur topet edhe Edi Ramës dhe ja ka shtrënguar fort dhe i ka thënë po ika unë, ikën edhe ti. Por zëvendës kryeministja që ka 3 vjet që inspekton, shikoni pak këtë shtojcën e videos, që po të klikosh në Google Belinda Balluku, del vetëm që inspekton, nuk ka bërë asnjë gjë përveç se ka vjedhur dhe ka bërë ato sfilatat e modës me ata të korruptuarit e tjerë që janë tani të akuzuar nga